Përshëndetje, me neve sot është Ardian Gjini, nënkryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai aktualisht mban edhe pozitën e kryetarit të degës së AK-s në Gjakov. Me të do të flasim për punën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, qeverisë, gjykatën speciale dhe tema të tjera. Mirë se erdhën në Ekspresit i Gjini. Faleminderit, mirë se u gjeta. Se u ktheve në Gjakov me udhëheq degën e AK-s atje. Kem pas diskutime shumë të gjata në Aleancë në lidhje me Gjakovën. Në Gjakov kemi fitu shumë zgjedhje, me radhë, kemi degën më të madhe atje. Edhe kemi besu që ka ardhur një moment që duhet me kthy prap, me fitu Gjakovën, për shkak se kem vazhdu me mbet partia më e madhe, për shumë pak vota ka humb Aleanca Gjakovën, po them për shumë pak. Edhe ka qenë një farë edhe befasi, po edhe gogjaron na ka ardhur, nëse guxoj mu shpreh ashtu, edhe po mendojmë që jo vetëm që Aleanca të fitoj prap në Gjakov, mirë po unë personalisht mendoj se ka mundësi me ndodh gogja shumë në Gjakov, ças po ndodh. Mes emrit juaj po synon me rikthy komunën e Gjakovës. Unë do të jem kandidat për kryetar të komunës. Unë do të jem kandidat për kryetar të komunës, po përgatitem, edhe unë vetë po përgatitem për atë punë, kam edhe 2 vjet. Ka përgatitje intenzive, dega po përgatitet, është dega më e madhe e Aleancës dhe partia më e madhe në Gjakov, pa asnjë dilemë, ka shumë njerëz të gatshëm, njerëz që janë mësuar me fitu. Kemi bo gogja shumë ndryshime në kryesi degës, mirë po, baza njerëzve që ka ekzistuar gogja e madhe dhe gogja e vlefshme. Megjithatë në degën e AK-s nuk ka pas shumë ndryshime atje, pothuajse se ata nënkryetari janë. Jo, është gabim, asnjë prej nënkryetarëve që kanë qenë nuk janë, as kryetari i Agrus, as kryetari i Trive, as kryetari i degës, as sekretarët. A keni një vlerësim ju për komunën e Gjakovës, a çish po udhëheqet pe Moza Kusarit, ajo vazhdimisht po i përmend lëshimet që i ka bërë zoti Palega gjatë qeverisjes së tij, duke lënë borxhe, duke plot gjëra tjera. Është lëshimi më i madh i një kryetarit të komunës, nëse edhe 2 vjet masi ka fituar zgjedhjet ankohet për qeverisjen paraprake. Edhe në sisteme shumë të mëdha, të shteteve shumë të mëdha, është pakës jo vetëm naivitet, po dhe oportunizëm ekstrem. 2 vjet masi ta marrësh pushtetin me u anku se çka ka ndodhur me pushtetin paraprak. Mund t'ju them se në Gjakov ka ndodhur disa lëvizje, njerëzit janë të pa. E kom thënë disa herë, mendoj se kryetari akusori Lila ka fitu ndershëm në Gjakov, i ka fitu zgjedhjet fair. Mirë po synimi kryesor i saj ka qenë me i fitu zgjedhjet. Në momentin që i ka fitu zgjedhjet, ka përfundu puna. Përderisa sidomos në pushtetin lokal puna fillon kur fitohen zgjedhjet. Mendoj se ka gapa të mëdha. Ne nuk do të, në këtë fazë, Aleanca po përgatitet me planet vetat. Më thonë, jemi fshat për fshat, lagje për lagje, rrugë për rrugë. Do të ketë kohë që të flasim edhe për qeverisjen në Gjakov, do të vi koha, patjetër. Mendoj se edhe sot është tepër e qartë që Aleanca ofron, më thonë, opcionin më të mirë, më të qartë dhe më të mundshëm në Gjakov. Mendoj se në këto zgjedhje që vijnë, jo vetëm në Gjakov, po në gjithë Kosovën, lavjerësi do të kthehet pak më ndryshe. Në zgjedhjet e fundit janë bërë premtime totalisht paralizueshme prej shumicës kandidatëve për kryetar të komunave, sidomos në Gjakov. Edhe njerëzit kanë pas qartë se është e pamundshme me u realizu ato premtime. Është problem për juve me u kthy në Gjakov, tash e keni bën edhe një humbsi të garës për deputet kuvendit Kosovës. Unë praktikisht gjithmonë kam jetuar në Gjakov, edhe vazhdoj me jetu në Gjakov. Unë kam punuar në Prishtinë për 15 vjet, mirë po çdo ditë kam udhëtu, edhe nuk ka kur farzuar më u kthy në Gjakov sa atje kam qenë. Zgjedhjet në Aleancë kanë ndodhur, ka pas edhe lëvizje. Më thonë unë tash jam nënkryetari i parë i Aleancës, është edhe një obligim më tepër. Mirë po, e thash edhe më përpara, dega e Gjakovës është një ndër degët më të organizuar të gjitha partive politike në Kosovë, mendoj. Më thonë një ekip jashtëzakonisht i mirë, edhe njerëz që janë tash në pjesën e epërme të strukturës, nënkryetarët që janë gjithë 3, sekretarët që janë 2-3, prapse prap kanë qenë pjesë e strukturës, më thonë pjesë e afërt, nuk kanë qenë dikush që është krejt larg strukturës që nuk e njeh as strukturë. Por nuk është fare problem me udhëheq me një degë tillë. Janë njerëz goxha të përgatitur të gjithë. Mendoj se mundet me qenë një ndamje e kohës. Unë vetëm kam filluar ndamjen e kohës. 2 ose 3 ditë, pjesën më të madhe jam gjatë ditës në Prishtinë, pjesën tjetër jam në Gjakov. Do të jetë një farë, ndoshta do të jetë pak më ndryshe, po jo aq shumë ndryshe.
Për shkak se unë kam jetuar në Gjakov gjatë. Ako i përfundoj zgjedhjet e brendshme për pozicionin e kryetarit, s'po flasim, po flasim për pozicione tjera. U sistemu njerëzit që kanë pësu, kanë humbë në për degët e tyne. Për shembull, të përfshi sekretarin e përgjithshëm, nën kryetar, domthonë njerëz që kanë prapa vetes humbje, erdhën edhe u sistemu në pozita udhëheqëse në Sistemi zgjedhor në Kosovë është goxha problematik. Edhe po du me folë për këto se më jep mundësi me spjegu pse ndodh kështu. Për shkak se janë lista të njerëzve drejt për drejt, për shkak se është një listë, për shkak se nuk kemi distrikte, për shkak se kemi udhëheqë në për deg, disa njerëz kanë udhëheqë në për deg të mëdha. Prap është problem me konsideru sikur konsiderohet në vende ku kemi first past the post. Shembull ta marrim kur i humb zgjedhjet edhe zëvendësohet totalisht. Në sistemin me listë është pak më ndryshe. Do të thonë, është pak më ndryshe. Por mi po edhe ma konkretisht këtë punë, dhe se Kosova i ka bë disa gabime, kjo është mendimi im personal tani, nuk po flas në emën të aleancës, me sistemin zgjedhor edhe me sistemin e ndërtimit ekzekutivit. Nëse e shihni sot kuvendin, mund të them se më shumë se gjysma e njerëzve janë më pak të votuar se ata që nuk janë anëtar të kuvendit. Dhe kjo reflektohet pak a shumë edhe ndoshta me kualitet. Për post që kemi ulëset e rezervume të pakicave që marrin më pak vota se shumë njerëz që nuk hyjnë në parlament, e kemi kuotën gjinore që unë mendoj se duhet me mbetë, domethënë veç mos me pas keq kuptim, që prap i bën disa njerëz mos me hyjnë në kuvend edhe pse kanë vota më shumë. Dhe e treta, që ekziston vetëm në Kosovë, që është një paradoks për mendimin tam, është që njerëzit që hyjnë në ekzekutiv, që bëhen ministra, i lëshojnë ulësit e kuvendit. Kjo është vetëm Kosovë, kërkun tjetër nuk ndodh kështu obligativisht. Edhe çka kemi tash, nëse e shihni numrin e ulëseve në kuvend, e shihni që gjysma e deputetëve janë ata që nuk i kanë marrë votat për me qenë deputet në zgjedhje të drejtë për drejta, shembull ta marrim. Që nëse i numëroni votat, nuk kish dashur me qenë aty. Për këtë arsye reflektohet edhe te kuvendi, për këtë arsye është zor me i bë analizat shumë të thjeshta. Bile është zor edhe me thonë që një njeri ka marrë 20 ose 30.000 vota për shkak se janë vota preferenciale, të jemi të qartë, më thonë votohet për 5 njerëz. Thonë këto kalkulime janë shumë zërshme. Edhe në fundit, partitë politike provojnë me ndërtu sistem në mënyrën që shohin vetë që ju sjell më tepër dobi politike. Dobia politike është votë. Këtë analizë e botë edhe për shkak se ju keni mbet edhe një pjesë e udhëheqësve të lartë AK-s kanë mbet jashtë kuvendit Kosovës. Unë kam mbet jashtë kuvendit Kosovës është ekskluzivisht faji jam. Më thonë nuk ka të bëj. Unë e bona një analizë me tregu pak a shumë edhe pse po kemi probleme, edhe me quorum, edhe me kualitet debatit, edhe me gjithçka tjetër. Për shkak se gjysma e deputetëve që janë aty minimum gjysma, mund të mendoj edhe më shumë, nëse kish me numëru vetëm vota, nuk kish desht me qenë aty. Më thonë, ministrat ka qenë dasht me qenë edhe deputet, se janë në gjithë botën, bile ka vende ku është obligative me qenë edhe në kuvend. Përderisa kuota grave duhet me mbet, këto kem pranuar për shkak se është në të mirën tona fatgjate. Më thonë, nuk e thash për mi kontestu, unë vetëm e kontestoj çështjen e ministrave. Ministrat ka qenë dasht me qenë deputet. Është bë gabim me këtë provizion kushtetues. Kjo provizion e bo për me knaq ma shumë njerëz, jo për mi ndrejt sistemin politik në Kosovë. E këto tjerat nuk janë gabim, pakicat edhe gratë nuk janë gabim, mirë po reflektohet. Më thonë, reflektohet në atë numër. Pse unë s'kom parlament e kom thonë disa herë, kom shterë këtë temër të faja. Njerëzit që përgjigje, njerëzit që kanë humbë në për komuna tash janë në AK, janë udhëheqjet e AK-s. Pse? Nëse një pjesë u përgjigja për shkak se thash që është një vot e preferenciale dhe drejt për drejt, janë të panashkalueshëm njerëz cilët i kanë marrë 20.000 vota, shembull ta marrim zgjedhje lokale. Përkundër faktit që ndoshta në 50.000 votues për 1.000 vota ka humb komunën një kandidat. Për humbje që i patet prej disa njerëzve që kanë lëvizur për parti, përfshirë zotën Tërkolli, përfshirë zotën Blerim Shala që ka qenë pozicionin ku jeni ju aktualisht. Po, mendoj se koha do ta tregoj. Kjo fazë ka qenë aleanca është marrë me vetën. Më thonë, një farforme e ka nxjerrë një pasqyrë shumë të madhe para vetes edhe subjektivizma ka gjithmonë. Më thonë, nuk mundet askush me pretendu që 100% e sheh veten qartë, po ne me të vërtetë kemi provuar me pa veten, ku janë gabimet tona. Më thonë, ne kemi pak më lehtë me i pa gabimet e tjerëve, jo veç ne, po gjithkush e ka më lehtë me i pa gabimet e tjerëve se vetat. Po për një fazë diku gati 8 ose 9 mujore, aleanca ka provuar më marrë me vetveten dhe jemi marrë goxha shumë. Ka shumë ndryshime
cilat edhe mundën mos me u pa. Ju pak ma përpara më thatë janë nën kryetarët e njëjtë e krejt njëjtë, po është tash e thëmë asnjë nuk është i njëjtë. Shembull ta marrim Deg Gjakovës. Asnjëri. Këto i përhapin njerëz që provojnë me minimizu diçka që mundet mu interpretu si një ndryshim. Shembull ta marrim. Edhe në aleancë ka ndryshime, një numër i madh i anëtarëve të kryesisë janë për herë të parë në kryesitë e aleancës. Haradina edhe AK-s çto eksperimente duke përfshirë koalicionin atëhershëm me listën Dr. Rugova, pastaj përfshirjen e njerëzve në listë, pa qenë kur në AK me një herë në listë në pesën e parë. Është lehtë me u përgjigj me po ose me jo, po mundet me dalë problematike. Edhe kjo është arsyeja pse po marr pak më shumë kohë se po na merr mastaj me javë tu provu me shpjegu çka kem dashur me thonë neve politikanëve, jo juve gazetarëve. Gjithçka ka një çmim. Gjithçka ka një pasojë. Aleanca ka pagu çmim për shumë çështje, edhe gabime. Mirë po, çmimin më të madh e kem pagu jo për gabimet tona, kem pagu për gabimet të drejtësisë ndërkombëtare. Mendoj se sado që diku i duket që po e përsërisim, po na duhet me përsërit për shkak se po besojmë që duhen me pa njerëzit që ka qenë shumë zor për aleancën me funksionu në këtë kohë. Edhe ndonjë gabim i rastit, edhe ndonjë tendencë për me fitu në kohë që diku i ka mund me ju duke, edhe gabim në hapa, esencialisht janë pasojë unë theme korrikut vitit 2010, kur aleanca edhe në sondazhe, edhe pas zgjedhjeve lokale, edhe në gjitha aspektet ka qenë anglisht thojnë airborne. Edhe në fundit i është thyer një krah, në fakt gati 2 krah, edhe e ka psu shumë rëndë. Edhe rikuperimi i kohës është shumë i zërshëm këto rrethana, aq më tepër kur jemi në proces gati të vazhdueshëm zgjedhjeve, kur gjithmonë kemi qenë për ngut. Me zonë zgjedhjet e 2010-s, me zonë zgjedhjet e 2012-s, me zonë vazhdimisht një stres të zgjedhjeve. Tash kem pas kohë pak më tepër, edhe jem marrë me vetveten. Edhe në zgjedhjet e fundit, domethënë AK-ja doli shumë keq në procesin zgjedhor. Ma keq se që kem prit. Jashtëzakonisht ma keq se që kem prit. Zoti Haradina edhe janë marrë shumë me partinë i marrë. Po ju them, kem dalë ma keq se që kem prit, kem provu me kuptu pse. Mendoj se në pjesën më të madhe të asoj analize ja kem qëllu, edhe kem hy në reforma. Ne kem pa që kem pas edhe një gati fushat kundër aleancës. Në pjesën më të madhe kanë qenë shpifje kundër aleancës. Mendoj se një pjesë e madhe opinionit edhe opinionistëve e kanë kuptu që në esencë ka pas shumë shpifje të ulta për cilat një parti politike vetëm e ka problem më marrë, se nëse opinioni bombardohet me një të pavërtet, demanti është shumë zërë me bu efektin e vetë. Aq më tepër kur nuk ka pas analizë për demante, unë dëgju vetëm një zo i aleancës, në atë kuptimin nëse për këthej me thonë, qka po fol një bre, a i një veti, po ka qeni pa mjaftueshëm. Qka bën tash? AK janë opozit, protestat u ndalën, do të thonë takime s'po shohim më mes të paktën publike, shpeshta s'po shohim. Çka bën AK-ja edhe pjesa tjetër e opozitës? Po ju tregoj, sot për shembull, para se më nis për Prishtinë, unë e kom pas një ekip të aleancës, cilë kanë ardhë më informu për rrjedhat në Deg. Është vetëm ndjekje e procedurës. Shini, tash unë jam nën kryetari i parë. Një farë forme jam shefi tyne, mirë pa ata kishin drejt me pyetësor, me vazhdu dhe me shegu që janë gjendjet në secilin Deg. Jemi të punu me strukturën tani. Strukturat janë zgjedh kryetarët e Degve, kryesitë e Degve, këshillat drejtuese, edhe në qendër kryesia, këshilli drejtues, kryetari, nën kryetarët. Tani kemi strukturat, edhe jemi të punu me ta. Aleanca po bëhet gati si parti politike në opozit, përpos opozitarizmit si veprim që është edhe prej selis partisë dhe prej kuvendit, jemi të përpunu strukturën, të afru strukturën me veti, të i gjetë elementet jo vetëm për zgjedhje komunale, po edhe për zgjedhjet përgjithshme, edhe pse janë të parapame zgjedhjet komunale para zgjedhjeve të përgjithshme, nuk mund, mendoj se është gabim me përjashtu mundësinë që mund me ndodhë zgjedhje e Kosovë më përpara, dhe na nuk guxojmë me u befasu. Për shkak se zoti Haradina, fakt zgjedhjet po i kërkon vazhdimisht. Kryeministri aktual zoti Mustafa tha se po argëtohet zoti Haradinaj me të kërku këto zgjedhje dhe zgjedhjet do të mbahen në 2018.
Mirë, shikon, ndërdia njerëzve nxjerrën pa gjithçka. Nëse i duket që tjerët po arktohen, absolutisht psikologjikisht do të thotë që zoti Mustafa po arktohet. Shini, është psikologjike kjo. Kur e përdorën një fjalë, e përdorën një fjalë për tjerët, për diçka që ka ndodhur vet. Do ne bojnë këto, jo vetëm zoti Mustafa. Edhe kur kam dëgjuar se ka thonë se po arktohen, e kam pa që zoti Mustafa është tu arktu. Se ka përdorur një fjalë. Jo tu arktu, jo zoti Mustafa është tu arktu me të qenit kryeministër, nuk e ka kuptuar bash mirë edhe e ka nxjerrë atë arktimin e vet. Ajo është tu arktu, nuk janë tu arktu të tjerë. Zoti Haradinaj e ka qartë, sikur shumë njerëz që ndjekin politikën edhe kanë pak nuhatje politike, se qeveria ekzistuese nuk është kriju për mi ndrejtë demokracinë në Kosovë, nuk është kriju për mi zhvillu ekonominë e Kosovës, nuk është kriju për me vendosë sundim të ligjit, janë paradokse me gjitha këto sene me këtë qeverisje. Sheni nuk mundet mi përjashtu asnjë zyrtar më të ultin të qeverisë, më thonë është i bllokuar. Kam mundësi me spjegu pse është e pamundshme. Mirë, po është e pamundshme, nuk është kriju kjo qeveri për me i kryi këto punë. Kjo qeveri ka edhe zoti Haradinaj ato? Jo, nuk do të thotë ka mund me pas qeveri tjetër pa aleancën. Mirë, po kjo qeveri nuk është kriju për me i kryi disa punë për Kosovën, cilat i përmena. Lufta kundër korrupsionit, zhvillimi ekonomik, rendi dhe ligji edhe zhvillimi i demokracisë. Kjo qeveri është kriju për me i kryi ekskluzivisht punë për cilat nevojiten 2/3. Edhe në momentin që shterohen ato punë, kanë me pas problem edhe me gjetë mision si qeveri, so shumë problem. Me funksionu. Që do të shkojnë zgjedhje kur të kryen këto punë me 2/3. Shikoni, pa dashur me bëu orakullin, edhe me parashiku unë sakt se kur do të ketë zgjedhje, mund të them me përgjegjësi për një medium si juaj që nuk mendoj se do të ketë jetë gjatë kjo qeverisje, analizat nuk e qesin, është gati e pamundshme. Është folë shumë për lanin, vlanin, domethënë për këto zoti kryeministri tash tha që po arktohet, ishte u arktua edhe atëherë me juve kur për 6 muaj nuk mujt me arrit me i themelu institucionet, tash pas një vit e gjysmë gati për asaj kohe, cili është shpjegimi juaj, pse ndodhi gjitha ajo ndërmarrje e opozitës, gjithaj, domethënë aktremi i opozitës që në fund doli që ishte mos të mbllaf. Duhet edhe unë me i lënë pak edhe vetës, domethënë nuk u gjej me marrë shumë për shkak se partitë politike kanë vendosur në atë kohë me u bë bashkë edhe liderët e partive politike. Po unë kam qenë goxha aktiv, kam besu që mundet me ndodhë diçka në atë drejtim. Në fakt vazhdimisht keni deklaruar se s'ka shans të prish. Shikoni, prap na nuk e bëjmë orakullin. Më thonë, paramendoni sikur një zyrtar i lartë i një partije politike, deri do thotë nuk e kam qartë çka ka me ndodhë, mundet edhe me u prish. Shndrohet në pozicion e mbajke Blerim Shala, domethënë nuk delke dhe nuk folke, edhe e shifke situatën pak prej jashtë. Mu jemi spjegu edhe këto, po më majnë manë edhe për spjegoj. Ne provojmë me i bo senet me ndodhë. Me pas procese me ndodhë. Edhe nëse donë me ndodhë një proces, bënat self-fulfilling prophecy pozitive. Me thonë, ndikon edhe psikologjikisht për me ndodhë diçka e cila supozon që duhet me ndodhë. Skepticizmi prej njerëzve që udhëheqin një proces, vetiu e shkatron procesin. Me thonë, nuk do të thotë që nuk e kanë pas qartë njerëzit si unë që mundet me ndodhë diçka, po ka qenë investim për me ndodhë ajo punë. Nuk ka qenë pozicion i fallxhiut ose orakullit që unë po parashikoj. Nuk kom parashiku, unë kom punu për me ndodhë ajo. Nuk ka ndodhë, mendoj se ka pas shumë arsye pse nuk ka ndodhë, i kem pa dhe ato arsye. Mendoj se do t'i ndjek shumë njerëz për një kohë gjatë një farë doze e fajt, pse kanë vepru një mënyrë ose një mënyrë tjetër, ka pas mundësi me ndodhë. Ka pas mundësi me ndodhë një qeveri e re, e cila fundit kish me qenë mirë për të gjithë, si pas gjitha gjasave dhe për vetë Partinë Demokratike të Kosovës. Mirë, po nuk ka ndodhë, këtu jemi, zoti Mustafa ka qenë goxha mrena, unë sot më thonë që një farforme, gjithmonë i thojmë vetës diçka, këtë diçka tjetër, që i kem disa detyra që duhet me i përmbush. Mirë, po unë i kom thonë vetës, po qa e more të në këtë barti? Për shkak se i kem pas dilemat, pse po e merë tonë atë barë? Edhe shumë njerëz kanë thonë, po pse e morem tonë këtë barë, na kur aleanca që ish
në atë kohë partneri i dytë, pa vetë vendosjen, ma vonë edhe i treti, e merr ke barën më të madhe. Pse po merr barën më të madhe kur tjerë po heshtin? Më thonë, nëse i shihni mediat, më thonë ishtë një farë, edhe një isma, që ishtë partnerë dhe maj vogël e kishë marrë një farë bare. Si do qoftë, nuk ka ndodhë, është e shkume, na mujme i bo analiza prapë, ky proces është i shkumë, është një mësim, disa dome i kanë ndodhë Kosovës, për shkak të atij procesi, domet më të mëdha janë keq interpretimi i kushtetutës, është keq interpretu kushtetuta prej gjykatës kushtetuese, nuk shkruan në kushtetutë çka kanë thonë ata, edhe kjo është një prej domeve që është bo. A ishte shansi i fundit me koalicionin vllanë që zotja Haradinaj të bëj kryeministër, apo ende zotja Haradinaj beson se do të jetë kryeministër i Republikës? Nëse i shihni historitë e politikanëve karizmatik në botë, mundi me po procese jashtëzakonisht interesante. Më thonë, nuk po du më u kthy aty, jo, absolutisht nuk është shansi i fundit. Kemi në rajon që janë vish kanë qenë të vdekur edhe në ringjallë. Kemi shumë të mëdhaj në botë, kemi shumë të mëdhaj njerëz që i njeh historia e botës që në ringjallë, pa dashur me bo krahasime tepër të mëdha ashtu, po e keni një Churchill, shembull ta marrim që i kalon gjurmë në historinë e njerëzimit, i cili disa herë është ringjallë, jo vetëm një herë. Do thonë, jemi në politikë. Ne në Aleancë besojmë, edhe besoj një numër shumë i madh i qytetarëve të Kosovës, se Kosovës praktikisht i duhet një kryeministër si Ramush Haradinaj. Pavarësisht, mund ndodhë që 10% votojnë, po ka ma shumë njerëz që kishin besu se është në rregull, sidomos njerëz që e majnë mend pak më herët. Sidoqoftë, do të vijmë në atë fazë, do të vijmë në fazën kur prap do të jemi në zgjedhje, do të shohim se ç'a ndodh, për asnjë njeri nuk mund të themi se e mban të vërtetën absolute për ç'a duhet me ndodhë në Kosovë, nuk guxojmë me thonë ashtu, jo vetëm se nuk është e vërtetë, po është kesh me qenë edhe absurd. Mirë po, gjithkush mendon prej pozitës të cilën është, thonë prej asaj që sheh më shumë, edhe normalisht që jemi njerëz, kemi ndjenja, nuk jemi makina, cilat programohen edhe veprojnë. Ja përsëri pret edhe ju prisni që zoti Haradinaj një ditë prapë të ulet në ulsën e kryetarit qeverisë. Unë mendoj se kish me qenë mirë për Kosovën. Sinqerisht mendoj se kish me qenë mirë për Kosovën. Kosova kish me i bo disa hapa shumë të shpejt në rrugën e vet, e cila nuk ka me qenë e shkurt, drejt integrimit në Unionin Evropian dhe NATO. Kish me i kry disa punë cilat po na marrin vite me i kry, me siguri se zoti Haradinaj din vet me i shpjegu idetë e veta. Ne do të shkojmë ngarë si Aleancë, ne nuk do të ngutemi tani as me shpalos emrat kandidatëve, as program, po do të jemi gati. Do të jemi gati për këtë punë. Kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës detyrimisht do të vendos populli i Kosovës. Mirë, po ne do ta bëjmë më të mirën tonën me ju shpjegu se Kosovës i duhet Aleanca, seriozisht, për shkak të pozicionit që e ka marrë në shumë tema që janë tepër me interes për Kosovën, që Aleanca po bëhet gati edhe për tema tjera, cilat i nevojitën vendit për me qeverisë me vendin, edhe që jeta në Kosovë do të vazhdoj të përmirësohet me hapa jashtëzakonisht më të shpejt, nëse njerëz e duhur kanë me qenë qeverisë në Kosovë. Tash, po më kur një ka një në Kuvend Kosovës, pati të votuar një pjesë e AK-s për gjykatë speciale, ndërkohë zoti Haradinaj gjatë asaj periudhe së koalicionit opozitar thoshte që po duhet të themelohet gjykata speciale, ndërkohë për një moment ndërroi edhe tash zyrtarët e AK-s dolën zëshëm kundër themelimit të këtij institucioni. Edhe këto i kemi shpjegu. Unë kom votu për letërkëmbimin. Kom votu edhe si kryetari i grupit kom kërku prej deputetëve me votu. Në Aleancë gjithmonë ka ekzistu një mundësi ati opt-out, që i thojnë. Më thonë, deputeti nuk mundet me u detyru me votu kështu ose ashtu. Mirë, po gjithmonë ekziston një vijë e shumicës, cilën e përfaqëson kryetari i grupit, edhe unë i kom kërku me votu. Në atë kohë, mendoj se kish me qenë gabim me pretendu se deputet të Kuvendit Kosovës në legislaturën e kalume e kanë ditë që me letërkëmbim do të ndodhë që kemi një panel të posaçëm në gjykatë kushtetuese, se do të ketë te avokati i popullit, në gjitha institucionet përpos institucionit presidentit, që e bën shumë problematike këtë çështje, domethënë nëse dikush analizon e sheh që jashtë gjyqësorit kompetencat më të mëdha ka presidenti i vendit ose presidentja tani, edhe ç'a dojnë me bo me këtë pozicion, se ka mundësi
amnestimit. Prezidentja e shkarkon tash këta gjykas. Shumë problemash. Shumë problemash, nuk e di qysh e kanë mendu këtë çështje. Mirë po, këto nuk kanë qenë temë atëherë. Nuk kanë qenë temë atëherë këto çështje. Domethënë, sado që po provohet me thonë që po shumica dërmuese e pakos është e njëjta, në një paraqitje time më përpara, kom thonë, po shihni ju po thoni e keni hub Gjakovën vetëm për pak. Po kem hub. Është humbje e madhe. Po është humbje e madhe, po vetëm për pak vota e kem hub. Edhe ndryshimi i pozicionit për gjykatë speciale, domethënë, një pikë e fundit e derdh gotën ose jo. E kom pa Petritin të përdor këtë çështjen e gotës, po ja jap edhe një element, vetëm një pikë është ajo që derdh gotën, mbushet, e fundit e derdh. Edhe nuk e din cila është ajo që derdh. Domethënë, ka ndryshime edhe në materien e cila i është paraqit kuvendit për këtë çështje. Ka ndryshime. Dikush e ka lidhë edhe mosvotimin e gjykatës speciale me mundësinë që disa zyrtarë të AK-s mund të preken ose të gjykohen nga kjo gjykatë speciale. Mund t'ju speciale. them se ky aspekt ka pas zero influencë në vendimin e aleancës për pozicionin për gjykatën speciale ose për dhomat e specializume. Po ju them edhe një herë, çështja se a mund apo nuk mund të jetë ndonjë zyrtar eventual i aleancës i përfshim listë ka pas zero ndikim në vendimin e aleancës. Keni të sigurt. Ka dalë një listë prej gazetarit Milajm Zeka për emrat e atyre që mund të jenë në gjykatë speciale. Cili është komenti juaj për këta? Dikush ka ironizuar me këta, dikush e ka marrë seriozisht. Shumica e atyre që janë përmend kanë fol hiç. Shikoni, prap është çështja që shumica e njerëzve të cilët merren me këto tema nuk e kanë 100% hobi këtë punë. Nuk është hobi, sikur kur mbjell diçka në një kopsht të vogël edhe e ndron nganjëherë. Nuk është hobi, është punë serioze. Kjo që ndodh, edhe e gazetarëve është punë serioze. Mendoj se unë nuk mund të spekuloj a është e vërtet lista ajo. Sinqerisht, jo vetëm se nuk e di a është e vërtet ajo, edhe pse Milajm Zeka betohet, në rregull, është punë e tij, është çështje e tij, po jo vetëm se nuk është në rregull, po nuk guxoj me mendu ashtu. Unë nuk e di a është ajo listë e vërtet. Po tani prej anës jon, me vazhdu spekulimin, mendoj se është gabim. Është gabim edhe me spekulu shumë me lista. Jo vetëm për shkak të çështjes se sinqerisht preken ndjenjat e njerëzve. Mos harroni se shumica prej këtyre njerëzve që mund të jenë të akuzuar, kanë bërë jetë ndershme, një kohë gjatë, kanë punu për vendin, shumë prej tyre. Edhe prap nuk guxoj me thonë gjithë se nuk e di, jo pse hezitoj, ose pse e kom mendje dikon që nuk e ka bërë këtë punë. Është gabim fillimisht për ta, e dyta është gabim se mundet mos me qenë sakt lista. Cila do listë mundet mos me qenë sakt. Aktakuzat, jo, asnjë emër nuk e di. Asnjë emër nuk e di. Shumë ndërkombëtar kanë përmend shumë emra, po absolut, po me ditë diçka në këtë kuptimin prap, po them gjysmë filozofik, me ditë do me thonë me qeni sigurt për diçka, jo me ta marrë mendja edhe me thonë e di. Nuk e di. Unë personalisht nuk e di. Edhe po ju them edhe diçka. Është këgja relative kjo, po nëse përmend emrat e shtabit përgjithshëm të QK-s, prafërsisht je dikun aty. Shikoni, një prokuror e nis, edhe këto e dim tash, edhe ju edhe unë, këtë procedurë e dim, një prokuror i nis hetimet. Prokurori mundet me tregu për cilët persona ka hetime. Për me ngrit aktakuzën, prokurori duhet me pas prova, duhet me pas dëshmitar, edhe gjyqi duhet mi pranu atë aktakuzë, me qenë kredibile për gjyqin. Tani, a ka dikush që e din që prej listës njerëzve të cilët eventualisht janë tu hetu, për kënd ka me pas prova, për kënd nuk ka me pas prova, për kënd kanë ardhur letra prej Serbisë janë krejt fals, edhe nuk kanë me mujt me u vërtetu deri një ma sa me ngrit akt padi, mendoj se kërkush nuk e din. Po besoj që ka njerëz që kanë pak a shumë të qartë cilët janë persona të cilët munden me u akuzu. Po nuk besoj se ka njeri, bile as vetë prokurori sot, pa i mbledh gjitha provat, nuk mundet me ditë ndaj cilë njerëzve ka me ngrit akt akuz. Është absurd me ditë. Nëse unë kisha besu që prokurori ende pa i kry hetimet, e din kënd ka me akuzu, atëherë unë kisha me u bind që jo vetëm 90%, po është 100% proces krejt politik. Nëse prokurori pa i kry hetimet, e din kënd ka me akuzu, ai proces është politik.
Tani, politikë ka në gjithë shka gati, edhe nëse një pjesë e madhe është politike në këtë proces, edhe unë besoj që një pjesë e madhe është politikë, prap ekziston një buffer, ekziston një dozë e vërtet e gjyqësisë që ka me ndodhë. Zoti Haradinaj zoti tha që në kuvend Kosovës se zoti Mustafa po bëhet gati me ta shtru tepihin qysh ja ka shtru ai Ramushit kur kthy prej Hagës. Sipas gjitha gjasave, nuk mundem me ditur në këtë punë, po sipas gjitha gjasave, zoti Mustafa nuk e shpejtu heq me ashtru tepihin e Hoxhës. Zoti Thaçi. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush.